kryesor në speciale ndaj 4 shkrerëve të UÇK-s, po i afrohet fundi, duke mbyllur një maraton të gjatë dëshmish dhe betejën ligjore mes prokurorisë dhe mbrojtjes. Numri i limituar i dëshmitarëve të mbrojtjes, por me pozicione të larta ushtarake dhe diplomatike që përfaqësojnë shtetin amerikan, kanë dhënë dëshmi me peshë. Fondi për të drejtën humanitare vlerëson se dëshmit kanë konfirmuar mbrojtjen, se ushtria çlirimtare e Kosovës kishte një hierarki horizontale. Prezenca e tyre dhe kontaktet e dëshmitarëve të drejt për drejta me presidentin Thaçi dhe akterëve të tjerë të UÇK-s, sigurisht që njohurit e tyre dhe informatat të cilat këta dëshmitari kanë darë me trupin gjykues, do të kenë një peshë të posaçme të trupi gjykues dhe sigurisht që në fund të shqyrtimit kryesor, trupi gjykues do t'i vlerëson të gjitha deklaratat qoftë prokurorisë dhe deklaratat e mbrojtjes. Derisa ky proces po vlerësohet si një betejë ligjore mes prokurorisë dhe mbrojtjes, lidhur me këto 2 forma të përgjegjësisë, asaj komanduese dhe ndërmarrjes së përbashkët kriminale, njohës të drejtësisë, thonë se dëshmitarët e mbrojtjes kanë dhënë dëshmi të pamohueshme për faktin se UÇK-ja ishte një ushtri vullnetare. Kanë jep dëshmi të pamohueshme për faktin se ushtria çlirimtare e Kosovës ka qenë ushtri vullnetare krijuar nga populli dhe nuk ka pasur mundësi që aty të ketë hierarki. Veçanërisht secili prej tyre ka treguar dhe për rolin e Hashim Thaçit gjatë asaj periudhe kohore. Ekspertët presin që aktgjykimi të shpallët në pranverë ose në fillim të verës, ndërsa faktor vendimtar do t'jenë dëshmitarët dhe koherenca e rrëfimeve të tyre.